Ballkani Perëndimor do të jetë në vëmendjen e administratës amerikane të presidentit Donald Trump. Kjo konfirmohet edhe nga vizita që sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio ka planifikuar të zhvillojë në Ballkanin Perëndimor brenda këtij viti. Megjithse nuk dihet ende koha se kur Rubio do të ndërmarrë turin e vizitës në vendet e Ballkanit Perëndimor, mendohet se ai do të vizitojë secilin prej kryeqyteteve të vendeve, duke qëndruar disa orë në secilin prej tyre. Lajmin se sekretari amerikan i shtetit do të vizitojë Ballkanin Perëndimor është konfirmuar nga zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm Malazez, i cili ka pasur një bisedë me krye diplomatin amerikan. Ai njoftoi se Rubio do të vizitojë Podgoricën, ndërkohë që nisur nga vizitat e mëparshme të sekretarëve amerikan të shtetit në turin e Ballkanit Perëndimor, ato ndalen në të gjitha vendet. Në këtë kuadër, pritet që kur të ndërmarrë këtë tur, Rubio të ndalet edhe në Tiranë, Prishtinë, Shkup, Beograd, por edhe në Sarajevo, duke kompletuar në këtë mënyrë turin e vizitës. Sekretari i shtetit Marco Rubio në raport me Ballkanin Perëndimor ka konfirmuar goditjen e administratës amerikane ndaj elementeve të tillë si Dodik. Rubio ka cilësuar përpjekjen e Dodik në Bosnjë si një minim i sigurisë dhe stabilitetit të BH, duke shtuar: "U bëjmë thirrje partnerëve tanë në rajon që të bashkohen me ne për të kundërshtuar këtë sjellje të rrezikshme dhe destabilizuese." Marco Rubio ka paralajmëruar një vizitë në Ballkanin Perëndimor gjatë këtij viti. Njoftoi të premten ministri i punëve të jashtme të Malit të Zi, Ervin Ibrahimović. Ibrahimović u takua me Rubio në ditën e parë të takimit të ministrave të jashtëm të vendeve anëtare të NATO-s në Bruksel. Një bisedë e shkurtër por e rëndësishme për temat e tanishme dypalëshe dhe ato rajonale, të cilën e zhvillova me sekretarin amerikan të shtetit Marco Rubio. Do ta vazhdojmë atë edhe në Podgoricë gjatë vizitës së tij në Mal të Zi dhe rajon, shkroi Ibrahimović në llogarinë e tij në X. Ai ka bërë të ditur se kanë shkëmbyer mendime për çështje dypalëshe dhe rajonale, duke theksuar rëndësinë e dialogut dhe partneritetit të vazhdueshëm nëpërmjet Malit të Zi dhe SBA-s, sidomos në lidhje me sfidat e përbashkëta të sigurisë. Vizita e Rubios do të përbënte mundësi shtesë për avancimin e bashkëpunimit dypalësh dhe për konfirmimin e marrëdhënieve të fuqishme aleate ndërmjet dy vendeve. Thuhet në njoftim, në Bruksel po mbahet një takim dyditor i ministrave të jashtëm të NATO-s, ku ndër të tjera do të vendoset nëse vendet anëtare do të rrisin shpenzimet për mbrojtje nga minimumi i tanishëm prej 2% të prodhimit të brendshëm bruto.